Unë jam takuar me Albertin në vitin 2008 në një aktivitet shkëmbim rinor që është bërë në Prishtinë. Dhe jemi njohur pikërisht në një nga këto ambientet që është brapa nesh, në ambientet e qytetit studenti. Mas një 10 ditësh kam filluar ato shkëndijat e para, edhe kemi vazhdu pastaj komunikimin se Universiteti Veror ka përfundu në muajin gusht. Kemi vazhdu me kontaktet që në ato kohë kanë qenë goxha të vështira, edhe pastaj lidhja me Shqipërinë, rrugtimet të përbashkëta, aktivitetet e ndryshme në kuadër të programeve të Komisionit Evropian kanë bërë që ne të jemi më afër njëri tjetrit. Besoj që ato shkëndijat e para pikërisht këtu kanë vazhdu te komunikimi, që gjej një njeri që kur flet, kur diskuton, ka të durimin që karakterizon edhe sot Albertin. Unë me origjinë jam vajzë pukjane, do të thotë që jam nga Veriu dhe jemi geg, po të themi kështu, dhe në këtë aspekt nuk është se kam hasur shumë vështirësi. E vetmja gjë që unë në fillim që dhe vazhdoj të mos ambientohem dot është momenti kur fillon krahasimi mes Shqipërisë dhe Kosovës në diskutime. Kuptimin që në Shqipëri ndodh kështu, në Kosovë ndodh kështu. Në këtë aspekt e shoh që nuk jam edhe nuk dua të ambientohem fare. Ti isha bërë pishman, do isha kthyer. Sigurisht që, më thënë, prania e Albertit mu më ka bërë që të mund ndoshta të vë themelet këtu. Radiola është natyrë përgjithësi e qetë, ka raste të caktuara kur është pak ma nevrikosur, mirë po të qenit psikolog i ka mundësu që t'i menaxhojë ndjenjat edhe emocionet edhe mundohet mos tjetë, këtë e kam vrejtur më shumë me fëmijët, që mundohet tjetë një nën shumë e përkushtuar. Fëmijët tanë janë fryti një dashurie dhe një dashurie që konsiderojmë që ka pas sakrifica, sepse të kthehemi prap tek vitet e para, akoma nuk ishte bërë as rruga e kombit dhe ne mendonim gjërat, më thonë, shumë të shkëputura, nuk ekzistonin smartphone-ët, mitë e mi, më thonë, nuk e kanë atë konceptin, sepse as sa ndihen të Kosovës, as ndihen shqiptar. Alberti më lumturon me shumë gjëra. Unë ndjem krenare me Albertin në çdo moment që është krah meje, kudo që shkoj. Ladiola e din edhe e ka kuptu besoj që unë e du shumë edhe më ka krah, edhe kam krah, qoftë në të mirë, qoftë në të keqe që na thëshin komunë, kur e kemi bërë celebrimin. Dua të ceki një detaj, për shembull, kemi pas fat që ne jemi feju në 100 vjetorin e pavarësisë Shqipërisë, edhe mbajmë me krenari atë pjesë. Unë jo vetëm besoj, më thonë, po unë e ndjej në çdo moment që nga momenti që ne kemi lidhur fejesën tonë deri më sot, sigurinë që Alberti do jetë krah meje. Dhe këtë ma shpreh në çdo moment, edhe në momente kur mund të jem shumë e inatosur, edhe në momente kur mund të kemi diskutime që nuk bijem dakord me njëri tjetrin. Dhe nuk do doja në asnjë moment që ta prek këtë gjë të shenjtë që është siguria për ta mbështetur njëri tjetrin, sepse ne e dimë që fëmijët tonë shumë shpejt do rriten dhe ne do kemi përsëri njëri tjetrin, vetëm njëri tjetrin. Kështu që këtë nuk do doja t'ja cënonim njëri tjetrit. Dhe duke u munduar që ti ofroj këtë ndjenjë të sigurisë, dhe sigurisht dhe nga Alberti, thonë pa diskutim që dashuria është vërtet në një guask shumë të fortë, e cila nuk është e luhatshme fare.